Ayatullah Sheikh Muhammad El Yazdi. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Allahu i madhëruar thot: mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padia. Kurani i shenjtë e ndalon qartë sharjen dhe mallkimin e atyre që janë të devijuar nga rruga e drejtë, sepse kjo i bën ata që të thonë fjalë të papërshtatshme për Allahun e madhëruar. Sikur ta përsiatim këtë ajet dhe të mendojmë më thellë, ne do të shohim se ai ka caktuar një rregull të përgjithshëm, që është ndalimi i veprave që nxisin armiqësi ndaj të tjerëve dhe i shtyn ata që të kryejnë vepra të shëmtuara. Prandaj, mallkimi i atyre që gëzojnë respekt tek njerëzit dhe sharja e tyre, sidomos ata që turpërojnë simbole fetare, është vepër e gabuar që mund të çojë në vrasjen e disa njerëzve, apo në shpërdorimin e pasurisë së tyre, apo mësymin e nderit të tyre, dhe sigurisht që është haram dhe kundër sheriatit islam. Kush e bën këtë, është përgjegjës i kësaj vepre në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Nuk ka dallim se në çfarë forme është, fjalimi, poezie, apo ilahie, apo vajtimi, apo teatër a film, qofshin të vërteta apo të supozuara. Nuk ka dallim në natyrën e këtij veprimi, sepse ai shkakton vrasjen e njerëzve, ofendimin e simboleve të shenjta të tyre, shkatërrimin e pasurive të tyre dhe lejimin e çnderimit të tyre. Bazuar në ato që përmendëm, në këtë botë asgjë nuk mbetet e fshehtë për shkak të mjeteve të përparuara të informacionit, si interneti, radio, televizioni, stacione satelitore, telefona modern, shumica e të cilëve janë në shërbim të shërbimeve inteligjente të spionazhit. Përdorimi i këtyre për përhapjen e mallkimit e të sharjes së njerëzve të mëdhenj, të medhebeve fetare, sidomos personaliteteve të njohura islame, siç janë kalifët në fillim të islamit, fëmijët e profetit, gratë e profetit, nuk lejohet, sepse kjo është zanafille e mosmarrëveshjeve dhe e shumë konflikteve në vende të ndryshme islame. Sigurisht që kjo është ndaluar, haram. Argumentet për këtë është suneti praktik i imamëve të udhëzimit, paqja qoftë mbi ta, dhe veprat e tyre, veçanërisht Ali ibn Ebu Talibi, paqja qoftë mbi të. Përgjithsisht, mallkimi dhe sharja kurrë nuk ndikojnë në sqarimin e së vërtetës. Është e domosdoshme që konstatimi i të vërtetë nëpërmjet dietarëve dhe mendimtarëve në shkolla, në universitete e në qendra të ndryshme të dijes e të shkencës duhet të bëhet larg fanatizmit, politikës e grupimit partijak. Shpresojmë që të gjitha grupacionet islame të interesohen më shumë ndaj këtyre çështjeve nëpërmjet njohjes së realitetit të kohës dhe rrethanave të botës së sotme. Duhet të veprojmë me logjikë e arsyetim, me qëllim që Allahu të na ruaj, inshallah.